Partia Demokratike në Vlorë pritet të plotësojë një tjetër hallë të rëndësishme të strukturës së saj drejtuese. Romario Meminaj është emri që pritet të marrë detyrën e sekretarit politik të Partisë Demokratike në Vlorë, duke zvendësuar Nada Meçorapajin, e cila pak muaj më parë u zgjodh kryetare degës lokale të Partisë Demokratike, që prej zgjedhjes së saj në krye të PD-s në Vlorë, posti sekretarit politik ka mbetur vakant. Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se Dega e Vlorës ka propozuar vetëm emrin e Romario Meminajt për këtë funksion, ndërsa dosja me kandidaturën e tij tashmë i shpërcjell strukturave qendrore të partisë në Tiranë. Sipas të njëjtave burime, emërimi zyrtar pritet të bëhet gjatë kësaj jave, duke formalizuar kështu edhe drejtimin e ri të sekretariatit politik të Degës. Romario Meminaj është jurist me profesion. Ai ka përfunduar studimet bachelor në drejtësi, si dhe masterin profesional në të drejtën penale në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Krahas formimit akademik, ai ka ushtruar profesionin e juristit dhe avokatit, ndërsa prej vitesh është angazhuar aktivisht edhe në jetën politike në qytet. Karriera e tij politike nisi në Forumi Rinor të Partisë Demokratike në Vlorë, ku përfshin aktivitetet organizative të të rinjve demokrat. Më pas, ai u zgjodh kryetari i grup seksionit të zonës së Novoselës, ndërsa më vonë u bë pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike në Vlorë. Gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare, ai ishte gjithashtu kandidat për deputet, duke qenë një nga figurat e promovuara nga dega lokale e Partisë Demokratike në Vlorë. Ditët e fundit Meminaj është shfaqur publikisht në aktivitetet e Partisë Demokratike. Të shtunën, ai mori pjesë në pritjen tradicionale të organizuar nga komuniteti Bektashi me rastin e festës së Ashures, ku ishte në krah të kryetares së Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, si dhe të antarit të kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare, Atirt Hoxha. Prania e tij në këtë aktivitet është parë edhe si një sinjal i rolit të ri që pritet të marrë në struktura drejtuese të partisë. Emërimi Romario Meminajt si sekretar politik do të përmbyllte një pjesë të rëndësishme të procesit të riorganizimit të Partisë Demokratike në Vlorë. Gjatë muajve të fundit, dega lokale ka zhvilluar një proces të plot rinovimit të strukturave organizative. Fillimisht u zhvilluan zgjedhjet për drejtuesit e seksioneve dhe grup seksioneve në të gjithë territorin e qarkut. Më pas u zgjodh kryesia e re e degës së Partisë Demokratike në Vlorë, si dhe nënkryetarët e rinj. Plotësimi i postit të sekretarit politik konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të drejtimit të ri të degës. Procesi i riorganizimit pritet të vijojë edhe gjatë muajve të vjeshtës. Sipas burimeve brenda Partisë Demokratike, në këtë periudhë do të zhvillohen zgjedhjet për drejtuesit e forumeve të partisë, për lidhjen demokratike të gruas dhe për forumi rinor, duke përmbyllur kështu ciklin e rinovimit të strukturave në nivel lokal. Me emërimin e sekretarit të ri politik dhe zgjedhjet e pritshme në forumet e partisë, Partia Demokratike e Vlorës synon të paraqitet me një strukturë të plot drejtuese përballë sfidave politike në muajt në vijim.